Dashi, dita e sotme ofron mjaft mundësi për të shprehur ndjenjat në mënyrë kreative. Në dashuri, është koha e duhur për të hapur zemrën dhe për të ndarë mendimet me partnerin. Mos u stepni të bëni një hap të parë drejt një afrimi më të madh. Në punë, energjia juaj e fuqishme do të vlerësohet nga kolegët, por kujdes të mos e teproni. Balanca është thelbësore për një ditë produktive. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmanni shpenzimet impulsive. Meditoni për disa minuta dhe dëgjoni zërin e brendshëm që ju udhëzon drejt qetësisë. Kjo do t'ju ndihmojë të menaxhoni çdo stres të mundshëm. Lëreni intuitën t'ju drejtojë dhe mbani zemrën të hapur ndaj mundësive të reja që vijnë. Demi. Sot, një ndikim i veçantë hyjor mund të sjellë energji pozitive në ditën tuaj. Në sferën e dashurisë, është momenti i duhur për të hapur zemrën dhe të shprehni ndjenjat tuaja. Komunikoni me sinqeritet dhe lejoni emocionet të rrjedhin lirshëm. Në punë, përqendrohuni në përfundimin e projekteve të mbetura dhe mos nguroni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Në aspektin financiar, tregoni kujdes në shpenzime dhe mendoni 2 herë para se të bëni investime të mëdha. Gjendja emocionale mund të përmirësohet nëse kaloni kohë në natyrë. Një shëtitje në park do t'ju ndihmojë të rifitoni qetësinë. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke u përfshirë në aktivitete që ju relaksojnë dhe ju sjellin kënaqësi. Sonte, një moment reflektimi do t'ju ndihmojë të gjeni paqen e brendshme. Binjakët. Dita fillon me energji të reja që frymëzojnë aventurat dhe kërkimin e horizonteve të reja. Në dashuri, është koha e duhur për të ndarë mendimet dhe ndjenjat e vërteta me partnerin tuaj, duke ndërtuar një lidhje më të thellë. Në punë, projektet që keni lënë pas dore mund të kërkojnë vëmendjen, por mos u shqetësoni, sepse aftësitë tuaj do t'ju ndihmojnë t'i përmbushni me sukses. Financat mund të kërkojnë një vëmendje më të kujdesshme dhe është koha për të vlerësuar shpenzimet, duke bërë zgjedhje më të mençura. Ndjesia e përgjithshme e ditës është ajo e qetësisë dhe harmonisë, siç një valë e butë për këtë bregun, duke ju mbushur me optimizëm dhe qetësi shpirtërore. Një pauzë e vogël për meditim mund t'ju ndihmojë të rifreskoni mendjen tuaj. Daforia. Ditën e sotme, ndjenjat do të ngjyrosin botën tuaj me ngjyra të reja dhe emocionuese. Në lidhje me dashurinë, përkushtimi ndaj partnerit do të japë fryte të ëmbla. Mos hezitoni të tregoni ndjenjat tuaja, pasi ndershmëria do të forcojë lidhjen tuaj. Në aspektin profesional, një mundësi e papritur do t'ju jap shansin të shkëlqeni. Besoni instinkteve tuaja dhe mos keni frikë të merrni vendime të guximshme. Financat duket se janë në një rrugë të qëndrueshme, por kujdes në shpenzimet impulsive. Disa momente reflektimi do t'ju ndihmojnë të gjeni qetësinë e brendshme. Kujdesuni për veten duke shijuar një aktivitet që ju bën të ndiheni të gjallë. Relaksoni dhe lejoni vetes të ëndërrojë, për shkak se çdo ëndër është një hap drejt realizimit. Luani. Sot do të ndihesh si qendra e vëmendjes dhe kjo është një ndjesi që të pëlqen. Në dashuri, partneri juaj do të vlerësojë gjeste të vogla mirësie. Puno me durim dhe shiko për mundësi të reja që mund të sjellin përfitime në karrierë. Një koleg do të ofrojë këshilla të vlefshme. Dëgjoj me kujdes. Financat mund të kenë një zhvillim pozitiv nëse mbetesh i përqendruar dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Nëse ke kohë, medito për të qetësuar mendjen dhe për të balancuar energjinë e brendshme. Ndjenja e optimizmit do të ndihmojë të përballosh sfidat me lehtësi. Kujdesu për shëndetin dhe mos e tepro me detyrimet e përditshme. Shijo çdo moment dhe mbaj mend se vetbesimi është qetësi për të arritur suksesin. Virgjëresha. Sot ndihesh i mbushur me energji të reja dhe gati për të përballur me sfidat e ditës. Në punë, bëj hapur ndaj bashkëpunimeve të reja, pasi mund të sjellin mundësi të papritura suksesi. Aftësitë e tua organizative do të vijnë në pa, duke të bërë një shembull për të tjerët. Në jetën sentimentale, krijo kohë për të dëgjuar me kujdes partnerin, sepse komunikimi është qetësi për të forcuar lidhjet. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Financiarisht, bëj kujdes shpenzimeve impulsive dhe fokusohu më shumë në kursime për të ardhmen. Ndjenja e qetësisë dhe balancës brenda vetes do të ndihmojë të përballosh çdo situatë me maturi dhe besim. Dëgjoj intuicionin tënd sot. Dashuria. Në këtë ditë të shtatorit, ndjenjat e ngrohta të përshkojnë zemrën. Merr kohë për të reflektuar mbi marrëvëniet e tua. Është koha të shprehësh ndjenjat që ke mbajtur brenda. Në frontin e punës mund të ndihesh i ngarkuar, por mos u shqetëso, zgjidhja është pranë. Përqendrohu në prioritetet dhe delego detyrat kur është e nevojshme. Financat kërkojnë vëmendje. Është momenti ideal për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane afatgjata. Kjo do të sjellë qetësi mendore.
Ndërkohë, momentet e vogla gëzimi dhe qetësie janë çelësi për të balancuar energjitë tua. Dëgjo muzikë që të inspiron dhe bëj një shëtitje në natyrë. Sot, kujdesu për shpirtin dhe trupin tënd me dashuri. Akrepi. Sot është një ditë ku ndjesitë dhe emocionet tuaja do të marrin drejtimin e duhur. Një ngrohtësi e veçantë rreth jush do të forcojë lidhjet sentimentale. Mos keni frikë të shprehni atë që ndjeni. Kjo do të sjellë harmoni në marrëdhëniet tuaja. Në punë, krijimtaria juaj është në kulm, prandaj shfrytëzojeni për të sjellë ide të reja dhe inovative. Mos hezitoni të merrni iniciativa, pasi mund të çojnë drejt rezultateve mbretëranëse. Financat do të qëndrojnë të qëndrueshme, por mbani një sy të shpenzimeve të vogla që mund të shtohen. Kujdesuni për veten duke i dhënë prioritet qetësisë mendore. Një moment meditimi mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësi të brendshme. Përpiquni të ndjeni dhe të shijoni çdo moment të kësaj dite. Shigjetari. Dita e sotme ofron një mundësi të artë për të rikuperuar lidhjet që mund të kenë qenë të lëkundura kohët e fundit. Komunikimi i hapur dhe i sinqert do të ndriçojë çdo keqkuptim. Në punë, qëndroni të vëmendshëm ndaj detajeve, pasi një sugjerim i vogël mund të shndërrohet në një mundësi të madhe. Edhe pse ndonjëherë presioni mund të duket i madh, vetbesimi juaj do të jetë një aleat i fuqishëm. Financat mund të kërkojnë një strategji më të mirë. Planifikoni më me kujdes për të shmangur shpenzimet e tepruara. Ndjenjat do të jenë të qeta dhe do të ndjeni një harmonizim të brendshëm. Një shëtitje në natyrë do të gjallërojë shpirtin tuaj dhe do t'ju ndihmojë të gjeni paqen e kërkuar. Britsjapi. Ditë e mbushur me energji dhe mundësi për të ndjerë kuptim më të thellë në marrëdhëniet personale. Zemra juaj kërkon harmoni, prandaj ndaluni për të dëgjuar ata që i doni. Nëse ndjeni shtysën për të ndarë mendimet tuaja intime, mos hezitoni. Në punë, përqendrohuni në detajet që mund të ndryshojnë lojën. Kjo është një kohë e mirë për të planifikuar projekte të reja. Përpjekjet tuaja do të shpërblehen më shpejt se sa mendoni. Financat mund të kërkojnë pak kujdes dhe shpenzimet e panevojshme duhen evituar. Meditoni për të qetësuar mendjen dhe për të rigjeneruar forcën e brendshme. Kur ditët të perëndojnë, ndoshta hëna do të sjellë përgjigje për pyetjet që ju kanë mbajtur zgjuar. Ujori. Dita e sotme sjell harmonizim të ndjenjave dhe mendimeve. Në çështjet e dashurisë, komunikimi do të jetë çelësi që do të hapë dyert e mirë kuptimin. Mos ke frikë të ndash mendimet e tua më intime. Në punë, energjia do të jetë e lartë dhe do të dukesh si frymëzues për të tjerët, prandaj shfrytëzo këtë moment për të përparuar projektet e tua. Financat kërkojnë pak kujdes, është koha që të planifikosh buxhetin tënd me më shumë kujdes. Meditimi ose një shëtitje e gjatë mund të jenë shumë shpëlqyese dhe do të ndihmojnë në qetësimin e mendjes. Prit diçka pozitive nga një mik i vjetër. Gjithçka duket se po shkon në drejtimin e duhur, mjafton të qëndrosh i fokusuar dhe besnik ndaj vetes. Peshqit. Ditën e sotme, yjet ju ftojnë të dëgjoni zemrën tuaj dhe të ndiqni intuitën që ju karakterizon. Në aspektin e dashurisë, hapni zemrën për partnerin dhe dëgjoni me kujdes nevojat e tij. Kjo do t'ju afrojë edhe më shumë. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos nxitoni në vendime. Një qasje e qetë do të sjellë rezultate të mira. Financat mund të kërkojnë një vështrim më të kujdesshëm, mos bëni shpenzime të panevojshme sot. Energjia pozitive do t'ju ndihmojë të kaloni çdo ndjesë të kaluar pa siguri. Gjeni pak kohë për veten dhe përjetoni momente qetësie. Një shëtitje në natyrë do të jetë e dobishme për shpirtin. Kujtoni që çdo ditë është një mundësi e re për të ndëruar dhe krijuar.